Gjatë 3 viteve të fundit, bashkë me një grup minator, jemi përpjekur shumë për të sjellë statusin minator si një propozim ligjor këtu në parlament. Më në fund është duke u diskutuar. Statusi minatorit është një domosdoshmëri për një nga profesionet më të vështira, për një nga profesionet me impakt më të madh mbi jetën, mbi shëndetin, për një nga profesionet i cili fatkeqësisht me një pagesë shumë të vogël, ndërkohë që nën toka shqiptare është kaq e pasur, është kaq e çmuar, shfrytëzohet kaq keq nga kontrata koncesionare që nuk japin asgjë minatorëve. Propozimi për statusin minatorit ka parasysh sigurisht përmirësimin e kushteve në punë, organizimin e tyre në kontrata kolektive, po ajo që është më e rëndësishme edhe përfitimet financiare në të ardhmen. Përfitime financiare që kanë të domosdoshme, sepse prej shpenzimeve të shumta shëndetësore për to dhe për familjen ato kanë nevojë edhe për kurim mbasi dalin nga ky profesion. Qeveria shqiptare ka dështuar që të kontrollojë kontratat koncesionare miniera, po që dhe t'i ofrojë këtyre minatorëve një pension dinjitoz. Për 3 vite me radhë ato janë duke protestuar çdo të njëjtën hyrje të kuvendit. Dhe ky propozim për statusin minatorit, me rritje të përfitimeve, po edhe me uljen e moshës të punës në përminiera, unë besoj është ajo që i duhet industrisë. Ka nevojë vetëm për vullnet politik për të zgjidhur gjërat. Ka nevojë për këto 11.000 minatorë që ne t'i mbështesim, që dalin përtej politikës e t'i ofrojmë atyre një pagesë dinjitoze. Ku çmimet janë rritur, jetesa është e vështirë, këto minatorë kanë nevojë sot për mbështetjen e parlamentit.